I njohur nga të gjithë përmes portalit Jeta ime e re në Shqipëri, Max italiane që jeton prej 7 vitesh në Vlorë, pritet së shpejti të bëhet dhe zyrtarisht shtetas shqiptar. Max Sanakore mbriti fillimisht në Vlorë 7 vite më parë për të sjellë tahatin. Prej asaj kohe, ai u dashurua me qytetin dhe me Shqipërinë, duke vendosur të ndërtojë jetën e tij këtu. Edhe pse njihet gjerësisht në promovimin që i bën Vlorës dhe Shqipërisë në rrjetet sociale, puna e tij kryesore është në fushën e pasurive të paluajtshme. Ai merret kryesisht me banesa me qira, duke vepruar si një agent imobiliar. Sot Max e shprehapur dëshirën e tij për të bërë një vlonjat i vërtet. Ndërkohë që ai ka mësuar dhe gjuhën shqipe dhe thekson vazhdimisht se e dashuron këtë vend. Tashmë jetoj prej 7 vitesh në Vlorë. Në fakt në muajin dhjetor të këtij viti bëj plot 7 vite këtu. A ndjej vetëm vlonjat. Në fakt vlonjat lind nuk bëhesh, por gjithsesi ndihem pak vlonjat. Jam mirëpritur nga qytetarët e Vlorës. Fillimisht mbrita në Vlorë rreth 7 vite më parë për të sjellë baban tim, për të jetuar këtu më mirë. Bëra edhe vetë një udhëtim eksplorues dhe ndjeva të shijen e ushqimit bio dhe gjithçka tjetër të mirë këtu. Ndjeva edhe mikpritjen e njerëzve dhe pashi për baban tim ishte mjaft mirë të jetonte këtu. Por mes anti entuziazmi që pata dhe se çfarë pash, vendosa dhe unë të vija dhe të jetoja këtu. Pash disa qytete të ndryshme në Shqipëri, si Tirana, Durrës apo Shkodër, por Vlora më dha atë goditjen që më bëri të jetoj këtu dhe të dashuroj këtë vend. Ndihem si në shtëpinë time, nëse e them shqip, me zemër. Jetoj prej 7 vitesh, shkova dhe në polici për dokumentacionin, dhe po, e duan në shtetësinë shqiptare. E njoh gjuhën, nuk është se e flas për ditë se kam frikën e gabimeve, pastaj gjua këtu ka ca fjalë që janë ndryshe. Por gjithsesi do ta bëj provimin dhe të shikojmë. Shpresoj të marr në shtetësinë. Të them një fjalë në shqip. S'dua. Tani po jetoj këtu me familjen time. Baba im u nda nga jeta vitin e kaluar, ndërsa tashmë jetoj me maman dhe shoqen time. Unë në fakt kam lindur në Siçili. Kam emigruar brenda Italisë, sepse është e vështirë për punë në Siçili dhe kemi shkuar në Milano, që i vogël. Dhe në fakt mund të them se jam nga Milano. Aty punova 7 vitet e fundit përpara se të vija në Vlorë. Mes portalit tim në fakt erdhi edhe pak promocion, por nuk është se e bëra plotësisht për të. Unë mora shumë dashuri në Shqipëri dhe mi të gjitha në Vlorë. Ajo mes portalit Jeta ime e re në Shqipëri erdhi thjesht me zemër. E bëra pikërisht me zemër, pa menduar se po bëja pikërisht promocionin. Sot në Vlorë po vinë jo vetëm italian, por edhe nga vendet e tjera europiane. Në fakt puna ime e vërtet është si agent imobiliar, edhe pse këtë vit kam menduar edhe të pushoj. Të pushoj më shumë, pushime, dua më shumë pushime. Facevo il business degli affitti, dei noleggi e queste cose. Quest'anno sto a guardare perché ci sono tante persone che stanno arrivando anche dall'Europa, non solo dall'Italia. Quest'anno vetëm për pushime. Vlora, sot, pushime. Max jeton sot në Vlorë, së bashku me nënën dhe bashkëshorten e tij. I lindur në Siçili dhe pasi ka jetuar për disa vite në Milano, ai e konsideron Vlorën shtëpinë e tij. Një qytet që dashuron dhe ku sot ndihet plotësisht vlonjat. Ndërkohë më herët, Max Sanakore ka qenë personazh në emisionin Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion.